Italishtme që ishe nga Vlora. Po. Dhe në atë grup ishte vajza Kristof Rashrit, Zana, klasë për mua, vajza Bujar Hoxhës në Vila, që janë për këtë fare. Në Vila Hoxha. Grupimi ka pasur klasë. Gruan që mori Shaban Morati Dashuria. Dashuri ndjera, dashuri ashtu. Stefani që bërë për këthysje gjusë turke, edhe një tjetër. 5 ata dhe 2 ushtarak, ne me uniformë civile. Pedagog kishim Shaban Shollakun mbaruar studime dhe Sofje për turkologji. Pse u hap Turqishtja, thepte unë. Turqia si ishte do zbulimi. Në vitin 1972, oficerat tanë zbulimi të veshur me petku diplomatik në Ankara dhe në Istanbul u arrestuan. Sepse zbulimi turk kishte vërtetuar se këta kishte rekrutuar mirogjinë shqiptare dhe kërkonin vëndkomandat amerikane që po sistemoheshin në Turqi dhe kërkonin të dhëna për disa kuadro madhore turke, ushtargjeran që i bënin pjesë të tyre. Dhe arrestuan... Si zbuluan? Agentura turke, i di që hapa sa ventarina, shumë në dhjine ku do në gjithë, do kujtese ma shumë, dhe kryetari shoqatës turko-shqiptare në Ankara, janë 3 faqe në gazetë fare, gjë, u pushkatua, si agent i Shqipërisë. Si agent i Shqipërisë? Je shërë, themë aty. Po, e kam lezuar, po. Ndërsa 2 të tjerë u dërnuar nga 6 vjetë. Kështu që në të kuadrë, duke qenë se neve atje për në digjeshin, doli urgjente që të përgatisë që kuadrë të rinj të zbulimit në gjuhë turke dhe në shuan Universitetin Turk. Dhe ajo mua më bëri që u të vazhdojë pas e mërë për diplomasinë ushtarake, si ata shohë ushtarake pari Shqipërisë Turqie. Jo, për tani, ti ke qenë bas në 10 aty, priu, rrim këtu njërë. Tani, a kishe në një arsye të veçantë që të beshe pjesë e zbulimit, se ti keshe bërë si bje gati 20 vjetë për regjimin komunist, nga 72 deri në 90. Po. Kishe në një arsye të veçantë dhe e mendove mirë këtë që ishe përballë rrezikut? Kur rri vetëm edhe me njëri bisedoj ndonjëherë kaloj dhe morrnisa këtu në trup. Jo se janë frikatësak, se s'ka që frikatësak kur. Në Këshillin e Mbrojtjes të vitin 1975 dhjetor, diskutoi problemi që thash paron për hapjen e zbulimit strategjik mbrapa 10 armikut. Dhe komandanti i përgjithshëm Enver Hoxha thotë, duhet mendojmë mirë sepse bën kërcënim të rrezikshëm. Arrestimi i tyre jo vetëm ata si persona, por do të shohin edhe neve pasojë të mëdha. Po? Ministri i Mbrojtjes erdhi Mehmet Shehu. Dhe drejtori i zbulimit ushtarak Kerem Osmani i çon platformën e hapjes së këtij shërbimi. Po? Ai ja çoi e thot librin e Kerem Osmanit, ja hodhi mbi tavolinë dosjen kështu, nuk bësh shaka pa me këto punë tha. Dhe Kerem Osmani u kthye mbrapa zyrë, nuk e pranoi. Mas 5 ditësh libri i tij, po të Kerem Osmanit, e thret me Shehu, bjem dosjen para thot. I çon dosjen. E bisedova me komandantin, po duhet shumë kujdes i madh. Do të verifikoni shumë mirë këto kuadro dhe veçanërisht familjet e tyre, sepse agenturat e huaja mund të rekrutojnë. Është dokument. Dhe në këtë kuadër u zgjodh nipi Mehmet Shehut, djali Kushirit të parë, djali konsullit përgjithshëm në Istanbul, i zbulimit politik, edhe unë. 3 kuadrat e parë që ishin bërë gjithë shkollat. Dhe kur fillua ty, në 72 fillua ti ishte pjesë e zbulimit? Ne kemi jo isha i zbulimit unë. Po të vija në zbulimin e jashtëm. Po pra, cilin vit fillua ty? Në zbulimin e jashtëm, jashtëtelit kanë filluar prill 1979. 79. Dhe kanë mbaruar prill 1988, 9 vjet. 9 vjet. Ku shkua ty? Ku e kishit veprimtarinë tuaj? Objekti i kësaj detyre ishte që neve të lëviznim në Mesdhe dhe në detin e Zi, veçanërisht për të ndjekur veprimtarinë e forcave të armatosur për të zbulimit forcës detare dhe ajrore dhe kërcënimi që i vjen në Shqipërisë dhe shënimi i Hoxhës kështu. Po? Dua njoftim 24 orë para. Dhe ishin pajisura me transmetim sekret, me radio, dhe zhvilloheshin në këtë rrugë. Zbulimi agentur elektronik. Që në atë kohë? U morën kinë. U morën kinë, aparatur? Kaq. Kaq, është sekret dhe kjo? E cila merrte komplet lëvizjet. Lëvizin në gjithë portet nga Spliti në Rijeka,
nga Venecia Messina, nga Messina në Napoli, në Marseille të Francës dhe kryesore Malta, La Valletta. Zyrtarisht, çfarë ishit ju, do thëmë, formalisht? Unë e mrosha me detyra ndryshme, kryesisht ekonomist. Ekonomist ku? Në ambasadë? Me ato vëndë një lëvizja. Unë ishe në lëvizja, si në ambasadë. Ti ishe vetëm lëvizja, ishe biznesmen? Dhe lëvizja, dhe pasaj Greqin. Nga Korinthi, Suda, Mezeu. 9 vjetë? Balqiku, ku vinë dhe flota ruse nga Sevastopoli, dhe Varna, që kam shpëtuar në Qime pa arrestuar, Konstanca dhe Danubi, dhe Danubi, ku në krahun e Danubit ishe komplet flotat ruse, që kishi probleme. Dhe Romania ishte bërë si pjesa ime, e theja. Jo, ma trego këtë pjesën e Bullgarisë që doni të arrestoni? Po. Ishte 3 jenar 1982. Varna është qytet i bukur, jeshil. Dhe ata hanë mish shumë dhe pinë vera. Dhe po lëvizja. Aty dhe mbrapa kisha ato që ishe me mua. Dhe duke afrotu fare, kuptova shumë mirë që ishte 2 civila, po që më ndiknin. Përgatitja e madhe e fushës zbulimi dhe eksperienca më kështë detyruar që të mos maja silolaps ku lëvizja, jo më në dokumente cila mua ta përdorin ata që mua të më qonë në atë fare. Para, absolutisht. Kishe pasaport diplomatike? Po, absolutisht asgjë. Dhe ata bën ato tentativa që mua të fare, dhe me dokumente fare dhe u detyruan që mua vetëm nuk shkela në Bullgari. Nuk shkela në Bullgari? Po mas 10 s'ke vajtur? Jo, s'ka vajtur Bullgari. S'ke vajtur Bullgari fare? Je kështu në ngratë atje? Po tani një pyetje kam unë, tani ti duke pasur pasaport diplomatike të Shqipërisë, ti si u paraqitesh atyre? Çfarë ishe ti? Diplomat në Ministrinë e Punës të Jashtme të Shqipërisë. Po i bie me zdeut rretherrotu? Nuk kam lënë se pa vajtur. Po si e përjetoi këtë? Jam shumë kurioz, një agent sekret me detyra kaq madhore. Si menaxhoi emocionet, si menaxhoi frikën, si menaxhoi ore familjen, çfarë jetë bëje? Naturisht që shokët e mi në Maqedoni dhe në Malezi që kam pjot kohët e fundit, shteti ka vendosur në periferit qyteteve me një vilë Lykashe dhe me Baqe dhe me Roje. Po? Nësa në Shqipëri zdo dhe i fara njëri për neve, nuk ka rësi emrim. Unë se për shtetë shqiptarë, se për asë kemi shteteve. Unë flasë tani me juve dhe naturisht ju ndijej ato... është bërë një veprimtari jashtëzakonshme dhe për ta rekrutuar. Viheshin para në dispozicion që sidomos të martë si njerë. Kanë bërë tentativa për të rekrutuar shërbimet e huaja. Kjo ka qenur edhe veprimtarinë e inteligjencës ushtarake në këtë fushë, po dhe ku kam qenë diplomat në Ankara. Shumë i fuqishme. Sepse unë isha në atashe ushtarake para Shqipërisë në kohën e luftave të Shqipërisë. Unë s'bëra jetë diplomat, isha në luftë. Se Turqia u kthye mbrojtje e Shqipërisë dhe u menaxhoi gjithçka. 97-a, 98-a luft e Kosovës, po kini parasysh juve, shpunot e Sërbi, Francezi, po Makedonasi. Kush ju ka ofruar? Po Makedonasi, anti-shqiptar tërbuar. Kupton apo jo? Pra, sikur të shikoni mungesë karakteri që të masi pulset, ishte 2 rrugë. Femrat dhe parat. Nuk u tundove asnjëherë? Shumë gjëra i din bashortja dhe njerëz ta fare. Po a përsëris, femrat dhe parat. Nuk u tunduat asnjëherë? Asnjëherë. Pse? Prandaj unë jam i vetmi që nga zbulu strategjik në periudhën e sistemit socialist, vazhdova diplomacinë ushtarake në ndryshim sistemit. U jam i vetmi. I vetmi, ja? I vetmi. Dhe kur ka thirrë Berisha mua, me Safet Xhulalin për të më emëruar, shkurtimisht, më zurin gojë 2 probleme. Edhe pse ka qenë antar i Partisë Punë Shqipërisë, tha Berisha. Me qëtësi, atë krau të ishte Adem Shobani, shef shtabi. Mande, ishe këshirtar dhe shef shtabi, njëte nga afer, aje propozoi, edhe pse ka qenë zbulim strategjik jashtë shtetit, duke të vlerësuar, do të emërojmë shefin e degës bashkëpunimi Shqipëri, Turqi dhe Përgjithësisht Gjithë Turke në kabinetin e ministrit mbrojtjes Safet Xhulali. Safeti vinte nga Peshopia, bujmë çfarë mund drejtonte. Unë sa kisha marrë Akademinë në Istanbul, si jam i parë marrë Akademinë në Istanbul. Dhe u ktheva,
Po ama isha shumë i lodhur, isha menduar largohasha. Isha shumë i lodhur. Shqipëria po digjej. Isha shumë i ri. Po Shqipëria po digjej. Çmë shëbëti, nuk erdhi demokracia në Shqipëri në rrugë demokratike me debat, me alternativa. Erdhi me lufte, me shkatrime. Pra vetë ardhja e ndryshimit të sistemit në Shqipëri nuk ka në rrugë demokratike, nuk ka në rrugë njerëzore, nuk ka në rrugë intelektuale. Po vranë dhe soptuan. Ju vëzërë Shqipëri pa dhe unë detyrimisht nuk e shkoj gjeve dhe time. Dhe i thash me qetësi, u jam krenar për të dy ato i thatë juve. Sepse para ishi njëzë vëndeshëm, dhe e dyta unë i kam shërbyer me jetë sigurisë dhe mortis kombëtar të dheut. Nëse do punoni me mua në mënyrë barabartë, reciproke, mund të vazhdojnë të kundërt, ja pra do të shtu unë. Çfarë tha Berisha? Dhe Adem Shobani vërdojnë këtu. Adem Shobani vërdojnë këtu muajt, ja Berisha kështu. Dhe doli e me fillova. Pasaje, do e mëroshin 3 atashet ushtarak të parja shtetit. Dhjetor, 1904. Ilia Vasho, shefishtaj përgjishëm. E emërohet përfaqësues Joni Parë, Partitë Parë Bruksel, 3 parët. Në Amerikë, kolonel Halil Kraja, shefi kabinetit ministrë mbrojtjes, erdhi Turqia. Te Turqia, ta ku do emërojmë? Ilia Vasho, hajro limen, tha të kemi tafit, tha. Jo, tha të zhurnali. Më duhet ministriu, kam shumë domosdoshëm. Pse? Se partia që dhe emra di donde. Di dhe emra të shkanë qenur. Agim Baruti, general, Aslan Bushati që u akuzua për lëndë kimike, kolonel, futur njëzit, bësha të shëret, bëjë, s'kam kërë dhe të shëtarak. S'kam kërë, s'kur dhe të rohën. Dhe aty Berisha të në asim njërë thot. Turqia për neve shumë rëndësishme, ai ka dhënë prova, ai atë shëtarak, ai më drejt fere. Prandaj ke vlerësuar Berishën, se kemi qenë një emision bashkë. Ndaj, po të kishe qenë, të kishe dorë nga... Edhe, unë tjetër punë, dhe fillova tjetër punë. Pra këto janë shkaqet e vazhdimësisë time. Por, atasheu ushtarak në një shtet tjetër është personalitet i akredituar si ambasadori. Konventa Vjenën sot atasheu ushtarak është përfaqësues i forcat armatosura në shtetin akredituar dhe kryen detyrat e përfaqësisë të forcat armatosura, detyrat informative. Pra vazhdo këtë apo jo? Dhe të bashkëpunimit të mëtejshëm. Një pyetje kam. Ato 9 vite që ke qenë si zbulues jashtë Shqipërisë gjatë regjimit komunist, çfarë jete familjare bëhe? Se do të thënë familja ke pasur këtu, bashortën këtu, fëmijët na tregohet atë historinë si u vure emrat fëmijë. Më 6 prill të vitit 1979 u isha në La Valletta në Mars. Dhe më njoftuan që lini vajza. Dhe që ande i dërgova me radiogram, emri vajzës të quhet Aurora. Pse? Do vetë dhe djalë do vitë të dyshë, djalë i kështu lidhur. Ndërsa... Jo, pse vure emrin Aurora? Darë të them, do janë lidhur me djalë prit. Ndërsa, në vitin 1982 isha në Napoli Italisë. Po? Dhe më njoftohen lindi djali, dërgova radiogrami të quhet Ardit. Pse? Pse janë emra e 2 fëmijëve, Aurora dhe Ardit, të janë të lidhur drejt për drejt misionin tim. Wow! Në martë, kur kisha mundësi, lexoja libra në lidhje me zbulimin. Dhe midis të tjera kisha një libër ku flite për kryezorin e fuqishëm Aurora, rusin. Flotës ruse. Edhe ta ishin në kalat atje. Edhe pa shumë gjëra që u ndiqja flotë 6 amerikanë, dhe kur shkoi aeroplan majset John Kennedy dhe me radhë me 72 avion mi vete dhe raportoja urgjent me shifër ministre e mbrojtjes, dhe ky që shkaku që u emrin tim Aurora. Po djalë Ardit. Po? Ishte mjergull në Napoli dhe zhvilloi stërvitje e NATO-s, ku ishte Italia. Dhe afro një kryezor i fuqishëm e kishte emrin Ardito, hoqja on dhe dërgoi emrin Ardit. Pra 2 emra të fëmijëve të mi kanë lidhje në funksionin tim. Janë krenar ata për këtë punën tënde, apo të kanë thënë babi ti na ke vëshisuar jetën me këtë misionin tënd? Kur zhvilloi lufta civile në Shqipëri, 2007, unë më shumë rria në zyrë, shkoj do të shtëpi. Fatmirësisht shteti Turq që ka parë më hapi dyert, ambasadorëve mbyll dyert. Po themi trosh, ambasadorëve të mbylli urdhër Demireli, të cilët i di shumë i presidentit jon, sepse bëni politik partie jo shteti.
Për shumë, ambasadori kishe Skënder Shkupi, merrej me kudër PS-së e Fatostano të shtypi turk, televizion turk. Dhe i tha stop. Pra doli nga misioni. Unë më të kisha rezervat e mia, po shava, unë ato do të largohem nga misioni që kamte. Nëse unë krya detyrë e shtetit, Shqipëria. Dhe ata u binën, prandaj mua më prisit Demileri natën. Të kanë strehuar aty? Të kanë strehuar aty? Pastaj më prisit Çileri, ministrat e mbrojtjes fotografisë kur do. Dhe unë Çileri kam kërkuar natën dhe natën më priti. Dhe bëri deklaratë fuqishme ku shpreh 3 herë, ku shpreh Shqipërinë, për sepse ti jesh në atashe ushtarak, po nuk je oficeri inteligjencë ushtarake je kot. Po nuk i njohë në mënyrën e vendit ku jetë, në mënyrë të shkëlqyer je kot. A ndikuat ju te kjo deklarata e Çillerit? Unë paraqita i thash zonja kryeministre. Pardje 900 trupa ushtarake të divizionit 8 Kryeministrisë Janinës janë veshur me forma civile dhe kanë hyrë në jugun e Shqipërisë me flamë motivore e pirit. Ndërsa 1200 trupa janë në kufirin me Shqipërinë. Dje vajti zonës ministri jashtëm i Greqisë në jugun e saj. Amerika mbylli ambasadën. 2 helikoptere nga aeroplanacia John Kennedy erdhën sa 2 Kemal Safa dhe ambasada u largua. Shqipëria ka ngelur vetëm. Dhe ajo bëri deklarat? Dhe ajo sinjalit drejtorit përgjithshëm të zbulimit ushtarak, Qeti Saner, Gjerani Treuje, e kishte gruan në origjinë nga Shkodra, të vjetër, pra unë dija dhe kufutesha midis tyre. Dhe potha, ashtu është. Dhe ajo pastaj bëri deklarat 3 herë në një muaj ka bërë deklarat ajo. Të ndryshme. Larg duart në Shqipëri. Larg duart në Shqipëri dhe të mëtejshëm dhe dërgoi 900 trupa ushtarake në Zallher të forcave turke në kuadrin e operacionit Alba. Zoti Limaj, a e ndjerën në rrezik për jetën gjatë misioneve tuaja? Natyrisht. A mund të tregoni? Ata që kanë dokumentin që futen në arshiva, të cilën kam dhe unë, kur hyn në arshiva e merr një person, janë disa fletë të cilat janë të kapura i s'hapen. Edhe sot. Po janë të pakat, nuk hapen. Nuk hapen? Jo, nuk letë do të njeri. Nuk letë do të njeri. Kuptona po janë? Po të vlerë kanë? Po, ato kanë vlera sepse, edhe pse kanë ndryshuar sistemi dhe ka shumë vjetë, aty janë shtete dhe emra personash direkt të cilët krijojnë konflikt. Tani, si mora unë informacione që Ministri i Mbrojtjes Greqisë jep këto urdhë divizion Janin. Po pse ky është informacioni klasit parë. Tani, ka emra atje. Pra, këtu ka përplesa të mëdha. Prandaj shumë oficerë tanë të veshur me petkull diplomatik jashtë shtetit, edhe sot nuk flasin dot. Ne kemi kuadër të shkëlqyer, Selim Malaj, ka qenë sekretari i dytë ku vendos marrëdhëniet diplomatike, po të libri 2 dhe kam të unë, në Itali, si fatë kishë ndarë, nga jeta këto problema. Ne kemi Nein Furgjiun, sekretarin e 2 në Romë, i cili a ishte kryesori që i formonte për edhe grupin e Gjirët Mustafës. Ne kemi Klime Gek-Prishtin, që ka qenë sekretari parë, kur vendosa marrëdhëniet e para me Greqinë, që andaj pasaj shkojnë në Austri, që mbulonte Jugosllavinë, që binin informacione, që i vini komandantët përgjithshëm dhe komandës përgjithshme, mi bazën e këtyre informacioneve ndërtoi strategjia e mbrojtjes dhe strukturë dhe organizimi i forcave armatose të Shqipërisë. Jo, ku ishit ju në rrezik, jeta juaj? Të thash, një herë në Rijeka, një herë në Varna. Mos them tjerat. Në Rijeka? Nuk duhet klasë. Ishit në rrezik jeta? Shpëtuat? Arrestimi. Shpëtuat falë çfarë? Falë vigjilencë dhe më shete një shoku të shkëlqyer. Më shpëtoi jetën. Shqiptar? Shqiptar. Më shpëtoi jetën. Nuk është problemi, do vejë në Beograd, do bëj gjyqi, do dronesha unë. Këtu problemi është e Shqipërisë. Më gëzove me këtë qëndrim. Se ai do thoshe për shkakun që filani zbulues ushtarak shqiptar, fillon fshetë, nuk problemi im, unë e dronesha. Kjo na ka mbajtur gjallë neve, që ne s'kemë menduar vetëm asaj. Prandaj mua në Turqi, ku në 97-ën ishte diel 8 u ngrit vajza nga gjumi. Dhe unë po ikja. Babi, ku po shkon? Babi, ne nuk kemi vetëm nevojë të vishemi mirë, të ushqemi mirë, duhet të dëgjojmë, duhet të marrim dhe erën e trupit tënë dhe dëgjojmë
edhe fjalët e tua. Në këtë pikpamje u kam lënë boshllëk të masë familje. Ke lënë boshllëk. 9 vjet në atë periudhë, po dhe kur qesh atashe ushtarak në Turqi, rria shumë pak, sepse Shqipëria ishte në luftën e 97-s, Grushi ishte në 98-ën, lufta e Kosovës që bllokuan flotën ruse me Xhevitin në atë fare, ishte gjithë Po mirë, vajza dhe djalë, po bashkëshortja juaj si quhet? Merdie Frashëri. Nga i Fis. Nga Fisi i Bitalit apo i Mediut? Fisi Frashë, sa dhe mbelja kur vajta unë i fillova detyrën, në Ministrinë e Jashtme vieshin diplomatët dhe ishte emri im, pastaj ishte bashkëshorte, pastaj fëmijët dhe morën nga bursa. Tani që është duke na ndjekur bashkëshortja juaj, çfarë do t'i thuash sepse njeriu që ka sakrifikuar më shumë në jetën tuaj, besoj është bashkëshortja juaj. Edhe fëmijët. Edhe fëmijët, sigurisht. Ka fat mungesë shpirtërore. Të cilat në forma të ndryshme shprehen tek ata sot. Shprehen ata sot? Nuk shprehen me gojë, shprehen në qendrim. Çfarë do t'i thosh? Prandaj nipi dhe mbesën i duan më të jashtëzakonshme. Kam parë që një gjysh super i lumturuar. Po çfarë do t'i thosh bashkëshortes sot? Të faleminderit që më mbështete për realizimin e misionit. Ja kam thënë. Për atë për Shqipërinë. Sigurinë e kombëtare, gjia me shtret vjet, të cilët edhe sot, unë kam patë mundësi të isha nga më të pasur në Shqipëri, me ato mundësi që kanë ardhur. S'kam përno kafe. Jo, dhe? S'ka pro kafe. Unë kam patë mundësi të shkoja në Amerike, në Austri, kështu farë, dhe ku marrë misioni, më kërkone kolegët e mi. Unë nuk i ka. Unë nuk e përdora makinën CD, se e përdora diplomat civil. U bëm milioner dhe u arratisë natën edhe ikë në Amerikë. Po erdha në Shqipëri. Më thirrë për ministrë brendshëm kur u vra Azem Hajdari. Nuk e pranova se zohet bëjsha pjesë e politikës. Kur u ktheva në kabinet ministrit, do më emëron urgjentisht atashe ushtarak në Gjermani. Nuk pranova sepse unë pranoj detyra vetëm ku i bën të shkëlqyer. Do të thonë ti je një hero i gjallë. Aty ta kontet kujt. Publicitet dhe kthehemi sërish me këtë rrëfim të jashtëzakonshëm të aerolimat. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit edhe njëherë, faleminderit MoneyGram Akinvest, si sponsor general i emisionit Dakar këtu në Dritare TV, me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Mos harroni gjithmonë me MoneyGram transferoni para tuaja, sidomos ju shqiptarë të diasporës, nuk do zgjenjeni kur. Zoti Limaj, keni shkruar në libër se më 15 janar 1962 u ndalua në Itali Cocho Calcio, zëvendës drejtori i zbulimit ushtarak të Ministrisë së Mbrojtjes, por u lirua fal imunitet diplomatik dhe u kthye në Shqipëri. Si ndodhi kjo ngjarje? Në gusht të vitit 1949, u rivendosën marrëdhënie diplomatike Shqipëri-Greqi. Dhe personeli i ambasadës do e mbrojë 9 veta. Ja shuan Enver Hoxhës dhe Enver Hoxha vuri shënimin. 4 veta të jenë oficerët e zbulimit shqiptar. Dhe u zgjodhën. Cocho Calcio është një nga legjendat e zbulimit. Dhe masi kishte qenë në degën e zbulimit agjenturor. Nga ishte? Nga Korça. Korça, po? Masi kishte qenë oficer i zbulimit agjenturor në degën e zbulimit që drejtoi nga Xenofor Nushi. Xenofor Nushi i zbulimit tonë, që bëhet diplomat. E kënë libër. Mas janë ndonë shetë e kalojë nga shefi degë zbulimit agjenturor, zëvendës drejtori zbulimit, Cocho Calcio u bë shefi degë zbulimit. Dhe, kur u bashkua gabimisht, dhe them do më fara unë, në vitin 1966, që jap aty unë debatet në byron politike dhe në Këshillin e Mbrojtjes për vlerat e zbulimeve të Shqipërisë, dhe me sheu propozon që të bashkohet dega e zbulimit agjenturor të Ministrisë së Mbrojtjes me drejtorinë e tretë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që quhet drejtori politik, në drejtori vetmet,
vetme, Koço Kallço ku bashkuan, shkoi nga zëdhetoj, shkoi zvënd drejtori zbulim politik, po mulonte zbulimin agjenturor ushtarak e shtetit. Po pse u ndalua në Itali? Dhe emërohet sekretari dytë herën e parë. Në ambasadë. Në ambasadë. Në Itali. Po. Në Romë. Kthehet në Shqipëri dhe pastaj emërohet sekretari i parë. Pas 2 herë ai. Dhe kishte krijuar rrjetin e tij në vazhdim të bashkëpunëtorit të pashëm të marrësh informacione konfidenciale. Atëherë thuaj agjentura, ne themi sot bashkëpunëtorët të dhanë konfidenciale, zhvillimit të inteligjencës diplomatike themi sot, pra ja zhvilluar terminologjitë. Dhe shërbimi sekret italian e ndikte kishte rënë herë që ky fotografonte kishte marrë dhënën këtu fare. Në një moment që ai po kryente një mision fare, policia arrestoi. Arrestuan. Më 15 janar 62. Është i fotografuar, i kam të libri 2, do për libri 2 i fotografuar, edhe qojnë me policë këtu fare dhe ai paraqet dokumenti, dhe vjen shpëtoi. Në grata dhe e si në Shqipëri. U soll Shqipëri. Qanë dhe pastaj shkoi këshilltari ambasadës në Rumani, mulon dhe zbulimin ushtarak për vendin e lindjes. Dhe fatkeqësisht fushata që u hap kundër grupit fuqistë të Mehmet Sheut, u arrestua drejtori i zbulimit që pa të detruar në shetin legjendën e zbulimit dhe e kthej nga Bullgari, nga Rumania atë, e preshton edhe nga partia në Luxemburg, çfarë akuze? Ke sjell literaturë masive të huaj në dispozicion të drejtorisë zbulimit ushtarak, e cila e ka përdorur për të futur ideologjinë e atyre shteteve në ushtri. Që ishte për kaq gjë. Po fat me kaq, vetëm ndërsa zbuluesi më me emër që ka ngjerë në histori zbuluese është Bekir Aliaj. Sheme Beqiri? Sheme Beqiri. I quajtur edhe si agenti 007 i Enver Hoxhës? E ka vënë Hoxha atë. Pse? Ky ishte një djalë i ri. Dhe kur hapa ambasada për herë të parë, ishte 4 vjet, ishte ky sekretari i parë. Në Itali gjithmonë. Në Itali, Esmer, me nuse të bukur me një vajzë. Dhe mas 2-3 muaj që u sistemuar në ambasadë, dilte shikonte vendet e ministrisë mbrojtjes, ministrisë fjalës së përshme, kuadro kryesor. Dhe i bie se një ushtarak madhor shumë i pamshëm. Dhe ndiqen në distancë. Në një lokal e shikon ai me një femër, verifikon Miss 48. Miss Italisë në vitin 48. Miss. Shumë e bukur, shumë e pamshme. Dhe kyja, një ditë, u vetë afër të prosit një verë $180, $300 gjë madhe, pashon tavolinë. Dhe ja bojnë, a i njërë të kam dhe u jep kartë vizitën, biznesmen egyptian, ishte Esmer. Ky, Sheme Beqiri, e kini të libri 2, të botoj tani. Komplet arshivën e. Dhe, e shikon të bravo, nuk qëndron. Ama, a i e pa që pira kje madhe verë, ky shte mësuar. Blinte raki dhe verë, pide në shtëpi, mësojt pide dhe kyja. Dhe ndjek hap pas hapit femrën. Ndjek të grua, të grua në bukur. E afroj. Ullë tavolin me të, por nuk mund të rekrutoje asëndi pa miratuar drejtori zbulimit në Shqipëri. Me radiogram, dërgon 3 kandidaturat e. E para kjo dhe 2 tjerat. E njoftojnë në Rinës, Temi Seku, Andorsheti, në Rinës, në zonë veçantë. Edhe shpjegojmë që i thot, pse pikrisht këtë i thot këtë femër? Apo që është bukur, bëdhe që ka? Sepse ka bashortin, thash, në nivel shumë lartë ushtarak, tha. Dhe miratuan. Pra miratuan ata. Do më thënë, prit për ata që në ndjekin, Sheme Beqiri, agenti ynë, e rekrutoi këtë misin e Italisë me 148. Me miratim të drejtorisë zbulimit. Që ishte gruaja e një generali. Tani. Dhe kjo tani. Kishte lidhje ky me këtë lidhje dashurore? Do t'i themo eksakt, rriqet. Dhe ky tani e afroj atë, vere, pije, ajo është femër qefi, ku të rapejo. Dhe në veptani e ti zbuluse, që i jepte kjo informacionet nga Venecia, në mesin të gjithë bazat ushtarakut detarë, qëfar anishte, qëfar kishte. Në këtë kohë ky djalë rekrutoi shefin e shifrës shtatëdhënorisë italiane. Dhe ai jepte komplet vendkomandat amerikane në Itali. Si rekrutoi? Çfarë i dhati? Parat. Para? Sa? Po gjetë janë shifrë. Tani ne nuk shikojmë si. Tani kësaj gruaja se kuptova unë çai ka dhënë. Po para dhe tani shiko. Edhe gruaja se ka para. Dhe ai
jepte planin ai shefi shifrës, të gjitha servitet do bëte Amerika dhe NATO me zë. Dhe sa mbrin informacione këtu, i merrte KGB-ja. Si ishte me zeu. Ishte KGB-ja në Tiranë. Ishte edhe në Moskë. Prandaj ky atë 008 që thotë 07 thotë Everoxha. Ai ra në Elç po do ta arrestonin. Kërkon urgjent qendrës. Doli urdhri do të transferohet sekretari i parë në Beograd. Evoluan. Ata evoluan që sa dolën nga kafja. E arrestuan. Arrestuan që e filmuar e gjithë. Çfarë ndodhi? E arrestuan një sosi Koçova vati atje. Në organo kthyen në Shqipëri. Kthyen në Shqipëri u bë mbledhja e drejtorisë zbulimit, temin sekond drejtorisë zbulimit. Andor sheti, zonë drejtorisë zbulimit për agjenturën. Dhe mas shumë debatesh thonë që ky me sigurisht siç e ka rekrutuar ai atë, e ka rekrutuar dhe ajo këtë. Kishin lidhje këta se të pyeta një. Edhe mund të kenë patur, ashtu e them. Mund të kenë patur tani. Dhe me misin ai vendosin nuk ka bërë shqiponjë me misin italian. Dhe vendosin largim nga zbulimi, mobilizim nga ushtëria. Këti, Këti, kam libri, kam gjithë dosjen unë. Dhe qojnë përgjegjës të një fabrike tekstile të Rogozhin. Qa thua? Të lexosh letrat që bënë i Bekir Ballukut ai, Erita Romarkos u fare, duke thënë nuk kam humbur jetën time. Po. E këtë fare. E te Meseku dhe tani arrestohet Meseku. Pyetja dytë që i bën Arrin Qela është: pse e përjashtuat nga zbulimin o zbulusin ton më të aftë? Që ka thënë Everoxha 007. To janë gjitha në arshivë të shkruara. Po pastaj çfarë ndodhi me këtë e kthy? Dhe ai thot: edhe mund të kemi gabuar. Apo kemi gabuar thot pastaj. Po menduam që ashtu që ka rekrutuar ky mund të ketë rekrutuar dhe ajo. Po mund apo se kemi figurë, me mund. Është bërë gabim. Dhe më njëherë morën e kthyen shefin e kartelës së zbulimit agjentoror në shkollën e punë brashme. Në një 4 vjet. Dhe pastaj tha miru pash. Iku në Borsh, u mua gjeti dhe mbyll jetën. Ja fund heroi i Shqipërisë. Herojnë të eshtur. Tani, a ishim me të rrezikuar nga flota e 6 amerikane? Por derisa që në kohën që ka qenur flota dhe aviacioni rus në Shqipëri, nga 1100 raketa telekomanduar amerikane, një ishte komplet telekomanduar pa shënimarrje dokumente zyrtare dhe një ishte në Kuçov. Dhe kur largua flota, edhe fare, aty deklarati i bëri komandai NATO që u shrua me zeu, u zhgraduan ato dhe u hoq plan ushtarak kundër Shqipërisë. U hoq. Ishte vetë plan politik pas Amerikës në Shqipëri. Qartë. Tani, Sheme Beqirin ju thatë ishte 007, kështu ishte King, ishte Yll, jeton? Vdik në Borsh? Në Borsh. Qa viti? Ka jam 2-3 vjet. 2-3 vjet. Si ishte historia e Nesi Josifit, agentit zbulues dhe diplomati shqiptar në Rom? Po. Nesi Josifi ishte prokuror ushtarak Shkodër. Po? Mik i ngushtë me atë Prokomurën në luftë. Dhe kur caktuan 4 ushtarakët, u morë ky nga prokuror dhe bilequan me gradë diplomatike më lart, këshilltari i ambasadës. Se është këshilltari, s'ka të parë vimra këto. Dhe mas 4 muajsh që ishin ata në ambasadë, në një darkë vijnë 8 policër. Dhe hyn në ambasadë, bëjnë reprezalia ambasadë, kontroll të zakonshëm. Po? Dhe ambasadore proteston. Ç'është kjo? Dhe në ky Nesi e la palton kështu vendosur mi këtë karrike dhe tha do i të habu që do kthehem. Iku nuk u kthye. Alarm, 1 ditë, 2 ditë, Ministria e Jashtme, nuk e tha, kishon Milano. Kërkon ambasadori takime të drejt për drejt. Nuk e lidhe pala turke, pala italiane. Thoshte do të jetë midis 2 italianëve vetë. Nuk shkon vetë ambasadori, dërgon Abbas Fezon, këshilltar ambasadës. Dhe bë takimin në hotel. Ata nuk pranojnë, thotë kjo është shkeli, thotë. Ai thotë kam ik veti, thoshte ai. Thotë orë zotëri, thoshte ai. Duhet të thonë, nuk pranohen, nuk lanë ballavaqimin, të shikosh telegramet, mesazhet e Ministrisë Jashtme, debatet ndërshtetërore dhe e marrën pastaj nga Italia si amerikanë me në Amerikë. Wow. E përgatit, ka librin, do të bëj unë librin ty që ka fare. Dhe pastaj nga ajo Amerika son Gjermani. Gjermani pësoj krizë psikologjike dhe sonë në Greqi në spital psikiatrik, i cili vdik para 3 vjetësh në spitalin psikiatrik në Greqi. Kështu mbyll jetën. Në vitin 1959 është një dokument zyrtar, ati ndaloi hyrja kategorisht Shqipëri nga 201 veta. Një ishte dhe kyja. Në cilin vit edhe një? 1959.
Ishte në listën e Kishte të tjerë, zoti Limaj, që nga agjendët, nga zbulusit, sonit trauma psikike? Po patjetër. Tani, në historinë 45-90, në listat japin shërbimet, veçanërisht KGB fare, në Shqipëri jepen 2 emra, të mos u të habityja. Është zbulusi, Nesi, që është vënë në rang botror. Josifi. Dhe Ismail Kadare. Shikoni listën. Vetëm 2 emra për Shqipërinë. Po pse Ismail Kadare? E vënë si të ratisur nga Shqipëria në periudhë të vështirë. Me emër. Pra, si zbulus një dhe si kujnë personalitet në Shqipëri. Dhe Nesi Josifi u arratis. U arratis. Okej, kam një pyetje, a ka patur CIA plan për eliminimin e Enver Hoxhës? Po gjitha to banda do hyrin në Shqipëri, çfarë objektivi kishin? Rrëzimin e pushtetit do të thonë vrasjen e Enver Hoxhës. Automatisht. Janë 1270 banda në vitet 47-56 që kanë hyrë në Shqipëri veriun, që u bën, që u azgjësuan, që u arrestuan, ja i ke me shifra aty. Ç'i ishte objektivi? Po plani i asaja i Anglisë me ato Amerikën pa ato operacion do bënin në 47-57. Kush ishte? Pikërisht rrëzimi asaj do të thonë eliminimi e Enver Hoxhës. Tani kam një pyetje të tillë. Ju shkruani aty sepse doli lajmi para disa vitesh që ka pasur një vetëm në vitet 49-54 janë bërë 2334 provokacione në Shqipëri. Sa? 2334 provokacione. Ku janë vrarë 110 diversantë, ka vrarë shteti jonë. Dhe janë arrestuar 964. Po nga ana jonë sa janë vrarë? Këta diversantë? Natyrisht janë vrarë, ka shifra janë vrarë. Irakli Koçellari ka thënë janë vrarë 1000 persona. Po detyrimisht, unë kësa pike nuk hyra, po kam patë më shumë këto objektiv. Tani kam një pyetje të tillë. Ju keni shkruar në libër për një plan për atë të luftës bërthamore, që Shqipëria ishte e futur në si target, pra në qoftë se do kishte një goditje bërthamore nga Perëndimi, një nga vendet që do bombardojë ishte Shqipëria. Detyrimisht. Si ishte kjo? Mund të sjellësh? Bë plani i azgjësimit të vendeve komuniste. Në cilin vit? Pra, një vitin 1900 fund viteve 50. Jo. 60? Jo, është 59. Dhe ministri i mbrojtjes, duke bërë shaka atje thotë, në qoftë se keni njëri Shqipëri largoheni sa mparë. Ministri i mbrojtjes kujt? Sekretari i Shtetit në Amerikë. Sekretari i mbrojtjes. Keni njëri Shqipëri do shaka, hiqni sa mparë, që do bëhet hitha. Çfarë po ju? Në 59. Po ora, plani për bombardim të Shqipërisë, vende komuniste. Me bombë bërthamore. Bombë bërthamore që në Shqipëri të nivelit taktik. Pa ka 3 nivele taktik, operativ, strategjik të të. Për Shqipëri çdo Shqipëri. Po pse Shqipëria? Sepse Shqipëria ishte vend kalimi i lindjes Perëndim. Dhe doni që Shqipëria të humbiste në pozicion. Ishte pozicion gjeostrategjik për Bashkimin Sovjetik e gjithë vendet e tjera. Ky ishte kalaja, si u bë Skënderbeu për nuk e la për të kaluar atan, u bë dhe Shqipëria atë që bllokoi kalimin më teja. Po me atë bombë bërthamore Shqipëria bëri shi? Pastaj thaj, shikoni keni njerëz largon do të hi thaj. E keni dokumentuar këtë? Të dokumentuar në libër. Wow. Këtë dokument janë çdo gjë është dokumentuar vetëm nga arshiva, nga dokumenta. Tani kemi disa fotografi që do t'i shoqërojmë edhe me një koment nga ana juaj, po edhe me rrëfime, ju lutem regjia, fotografia e parë. Ky është libri është një referencë që, siç e thotë dhe Mikado Shakoxha, referencë për gjithë ata që duan të kuptojnë luftën e ftohtë. Po luftën e ftohtë Shqipëria e humbi apo e fitoi? Në kuptimin e sigurisë të bërës kombëtare fitoi. Në kuptimin politik humbi. Mas prishte bashkimin me Kinën, solli shumë pasojë të mëdha. Pra që vendim politikë të gabuara. Kë bëni fajtorë Enver Hoxha? Kur erdhën 2 mjekët francez dhe kinez, mendimi i kinezëve ka qenë që mas kalimit të goditjes si pësoi Enver Hoxha, të largohej nga pushteti. Ti e kupton vetë. Largimi i tij në atë periudhë, do të kishte sjellë gjëra
shumë pozitive vazhdimësinë të Shqipërisë, një, dhe e dyta, do ta kishte lënë dhe Enver Hoxha në një nivel më të lartë, që nuk kishte kohë ta sulmonin. Ai mbas asaj goditje, që i tha si kapos bëni mbledhje byros politike dhe caktoni sekretarin parlamentin tim. I tha se çdo bë dhe mbledhet byroja politike dhe Beqir Balloku prisi të emëron dhe Hystekap të propozonte Hystekapon. Beqir Balloku propozon Mehmet Sheun sekretar prapë vjetëror. Ktu fillojnë përplasje. Vazhdimsi i them pasaj ku të pas plus 3 letrat për Mehmet Sheun. Mehmet Sheu apo kemi mbrapa? Kemi foto, do të mbrapa kemi vazhdimin me Sheun? Mbrapa kemi? Po, kemi. Se ka foto tjetër? Se do të pyes posaçërisht për Mehmet Sheun. Tani, këtu je me presidentin e Turqisë Sulejman Demirel. Presidenti Demirel është personalitet botror, nuk është thjesht Turqisë. Dhe ai ka qenë mik besnik i Shqipërisë. Mik besnik. Çfarë bëri për Shqipërinë? Kur ndodhi kriza vitin 97, që ishte vazhdimi strategjisë piramidave me thash, ky ishte njeriu që presidenti dhe komandanti i përgjithshëm i shtetit 82 milion, pikërisht se do të Shqipëri priste ata shërë ushtarak mes natës. Mes natës? Dhe në prezencën time, i dha telefonit Berishës, Berisha, largo qeverinë sa më parë, leri partitë po bëni urgjentisht unitet e shpëtimit të Shqipërisë. I ka thënë Demirel? I kem dokumentuar atje kam. I ka thënë Demirel? Demirel kam dokumentuar. Në 97 ora. Dhe Berisha sa dëgjoi. Këmbgulja e këtij është që të hoqë qeverinë e Aleksandr Meksit. Të ishte, të jetë. Bile i tha, po që nevoja edhe të jep dorëheqjen. Shqipëria rrezikohet. Të da 2 pjesë tha. Do ky ndikoi që Meksit të jep dorëheqjen. Patjetër. Tani një pyetje kam se kështu ty është shumë i ri, po nana fizike kështu si ke qenë bëja stërvitje? Duke qenë tepër aktiv mendor dhe fizik, ruaj vetën time. Janë 2 fizike, truri dhe fiziku. Por nana para pos pate trurin të jetë tamam, trupi bie më njëherë. Po edhe pos pate edhe trupin? Po pa trurin më rregull trupi. Foto tjetër? Kjo është gjë e madhe. Kryeministri Panteli Majko? Tani, trupat komando... Kush është ky? Shefi shtatëmallorisë turke, Kıvırkollu. Ju jeni aty me syze? Me mes të tyre unë. Po. Dalëm nga zyra shefi shtatëmallorisë. Po? Trupat komando serbe hyrë 20 km veri Shqipërisë, gjoja për të asgjësuar UÇK-n që hyrë brenda Shqipërisë. Po? Dhe Panteli Majko merr telefon mes natës. Dhe më thotë gjëra shumë e vështirë, kanë hyrë trupat Mars 99? Po, kanë hyrë trupat brenda Shqipërisë. Dhe bëra takim me shefin e shtatëmallorisë, dërguam avion special urgjent në Rinas dhe sollu Panteli Majkon në Ankara. Wow. Bëm takim me presidentin dhe vam të ky burr. Shefi i shtatëmallorisë. Dhe atje Kıvırkollu, Hüseyin Kıvırkollu. Ose ishte shqiptar? Jo. Dhe mas i shpjeguam situatën, ai general vazhdimi Haki Karadajt i tha Majkos, ato që kërkove tha me bërdo nga unë do të dërgojnë 24 orë. Dhe 8 avion kargo nga armata e Ankaras, ata shehu ushtarak, i nisi në lezhë në Ligjadër dhe kanë dhe u furnizua divizioni Kuksit edhe ajo matan. Unë nuk më duan shtetet kush janë. Mua më duhet qëndrimi tyre për Shqipërinë. Ajo periudhë ka qenë periudha më e lavdishme e raportit të Turqisë me Shqipërinë. Të gjithë e praktikën. E praktikën, ëh? Kush e vjen? Amerika e praktisi. E dua Amerikën shumë, e praktisi. Në 99-ën jo, Amerika e bëri luftë. Unë jam prit mondial, prit septembër 97-ën, patë të. Kuptoj apo jo? Pra, Italia çfarë bëri? Do të pyes atë. Foto tjetër që ti kalojmë shpejt. Janë shumë foto. Tani pritani. Kjo femër ti e the çfarë, po kur e kam lexuar të Reuters në 97-ën, unë punoja te gazeta Krojon, larg duar nga Shqipëria, më ka emocionuar kjo grua. Kjo është gruaja e vetme në historinë e Turqisë që kryeministre. E vetme, s'ka pasur as para as pas. Kjo është Theçeri i Turqisë. Theçeri i Turqisë. Kupton apo jo? Por i janë dhe ish kryeministre së parë të Izraelit 49-54. Ajo trime e madhe që bëri deklaratën në qoftë se neve do barazojmë krimin ekonomik dhe korrupsionin e qeverisë me tradhtin kombëtar bugrit përjeshëm, do shpëtojmë Izraelin. Shisa më do të thoshë për neve sot. Ato gratë shkërqyera.
edhe Merkel i Gjermani. Një tillë është kjo. Prandaj punon Rama me gra. Rama prandaj punon me gra. Varet këtë gjithë. Këtu Kjo është shkencëtare. Këtu është dorë e saj, ë? Dorë e saj, po është e bërë fotografi me tia, e kam gjithë origjinale të gjitha. Tani, një gjë dua për këtë. Për çfarë e bëri? Pse e bëri kjo këtë? Pse ndihmoi Shqipërinë kjo? Ose shqiptarët e kanë në origjinë? Këshilli i Sigurimit Kombëtar në Turqi në atë periudhë me ligjin e Kushtetues Turke përbëhej nga 5 ushtarak dhe 5 civil. Dhe gjithmonë presidenti bëj me ushtarakët. Gjithmonë. Kjo është e kryeministre. Dhe raportimet e zhvillimeve të Shqipëri i bënte shefi shtatmadhërisë turke me drejtorin e zbulimit. Dhe me atan ministri i jashtëm. Dhe bëj raporti me shkrim dhe përcaktoi pozicioni që do marrë shteti turk në raport me Shqipërinë. Okej, ju i dhat informacion, po pse kjo mbajti këtë qendrim? Sepse ishte vendim politik i shtetit turk. Këshilli Sigurimit Kombëtar. Pse na mbron në Turqi? Sepse atje ka një arsye? Turqia Shqipërinë e quan vend